u detyrua të ante mbetje këpucësh, por rriti një kampion boksi që i mori hak. Në fund të shekullit të 15, mijëra holandez, gjerman dhe francez ikën nga persekutimi fetar i Evropës dhe u vendosën në Afrikën e Jugut, ku e quajtën veten Afrikanët e Bardhë. Për 250 vitet e ardhshme, perandoria britanike u përpoq t'u merrte tokën afrikanëve, derisa në vitin 1948 u instalua një qeveri afrikane që prezantoi një sistem ndarjeje racore të quajtur apartheid. Një hap i vogël për ju është një ndryshim i madh për mua. Çdo mbështetje, sado e vogël, ka një kuptim të madh për mua. Për ju mund duket një gjë e thjeshtë, por për mua do të thotë që ju besoni tek unë, tek puna ime dhe tek ky komunitet që po ndërtojmë bashkë. Bëu antar i kanalit dhe bëu pjesë e këtij rrugëtimi të veçantë me një shumë minimale sa një kafe. Së bashku, çdo ëndër mund të bëhet realitet. Filmi zhvillohet 18 vjet para kësaj ngjarjeje, duke na prezantuar në një qytet të vogël britanik, ku lindi një forshim me emrin Peter Kenneth. Babai i tij kishte vdekur disa javë më parë në një incident me një elefant, kështu që nëna e tij i jep emrin dhe gjithashtu nofkën e tij, PK. Në vitet në vijim, PK rritet me mësimet britanike të nënës së tij dhe mësimet afrikane të dadës së tij, Sulu, e cila ka një djalë të quajtur Tandai. Tandai bëhet shoku më i mirë i PK-s. Djali pati një jetë mrekullueshme derisa murtaja e babuinëve përfshiu bagëtinë e fermës. Nëna e tij e pa për të kujdesur për kafshët, siç kishte bërë burri i saj i ndjer, u prekaj shumë nga tragjedia, saqë nuk mund të kujdesej më për PK-n. Ai u dërgua më pas në një shkollë me konvikt afrikan. Në konvikt, mësuesit nxisnin urrejtje ndaj pushtuesve britanik. Kështu, PK fitoi përbuzjen e shokëve të klasës. Parët që e sulmojnë drejt për drejt janë Hepi dhe banda e tij ngacmuesve, të cilët urinojnë në fytyrën e tij. Sikur të mos mjaftonte kjo, po atë natë PK merr lajmin se nëna e tij ka vdekur. Pasi merr pjesë në funeralin e saj, PK duhet të kthehet në konvikt, pasi i vetmi i afërt i tij i gjallë është shumë larg. Të paktën ai arriti të kalonte pak kohë me dadën e tij, e cila thret një magjistar për ta çliruar nga Afrika e tij përmes një rituali. Për të provuar nëse funksionoi, PK përballet me një elefant. Në vend që të dorëzohet si babai i tij, djali mbetet i palëvizshëm. Si pasojë, elefanti ndalet dhe e përshëndet me feçkën e tij. Pas kësaj, i ri u kthehet në konvikt me mendin, një pul që e kishte dhuruar magjistari. Pas kësaj, PK ka një alarm kur ngacmuesit e afrohen shtratit të tij. Disa kohë më vonë, gjatë luftës së dytë botërore, afrikanët në konvikt bëhen fanatik të Hitlerit për shkak të urrejtjes së tyre të përbashkët ndaj britanikëve. Djemtë shpejt e nënshtrojnë PK-n dhe e çojnë te Hepi, i cili e qellon me shuplak dhe në një shpërthim tërbimi nazist i avret pulën. Pastaj, një ngacmues shtyhet, duke rënë pikërisht sipër një flamuri të vogël. Hepi përgjigjet duke urdhëruar që PK të varet për t'i dhënë fund, megjithse grindja ndalet nga një mësues. Pas të incidenti, protagonisti dërgohet te i afërmi i tij vetëm që jeton, gjyshi i tij, i cili sapo ishte kthyer nga Kongo. Gjyshi dërgon mikun e tij, Dok, për të mirëpritur PK-n në qytetin britanik të Barberton. Meqense gjyshi i tij nuk di asgjë për fëmijët, Dok bëhet mentori i PK-s, duke mësuar atij të luajë piano dhe duke zbuluar se familja e tij u vra nga nazistët. Përveç kësaj, ai shpesh e merr PK-n në udhëtime në rajone të ndryshme afrikane për ta edukuar, sepse, sipas Dok, përgjigjet gjenden gjithmonë në natyrë. Me kalimin e kohës, ata angazhohen në shumë aktivitete, nga vlerësimi i kafshëve deri te kujdesi për një kopësht. Gjithçka shkon mirë derisa Dok arrestohet nga autoritetet britanike për fshehjen e kombësisë së tij gjermane. Lajmi i mirë është se rojtari i burgut është një afrikan, i cili ofron Dokut shumë përfitime për shkak të origjinës së tij gjermane. Fal kësaj, PK mund ta vizitojë shpesh dhe të vazhdojë me mësimet e tij. Kur i riu i rrëfen se, kudo që shkon, bëhet viktime ngacmuesve, Dok vendos ta regjistrojë atë në kurse boksi me një të burgosur të quajtur Gil, i cili ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij në burg. Mësimi i parë i Gilit është se nuk ka rëndësi sa i madh është luftëtari. Se pari përdor kokën, pastaj zemrën. Kjo është mantra e tij. Pas orës së parë të mësimit, Gili kërkon Dokut të pagduan si kompensim. Megjithatë, reshteri Borman e dëgjon dhe e rreh në vend. PK i premton fshehuras i Gilit se do ta ndihmojë të sigurojë duan.
PK vazhdon me mësimet e tij të boksit derisa arrin në para-adoleshencën, një fazë ku ai tashmë mund të marrë pjesë në kampionatin e burgut. Dhe me të vërtet, Gile mësoi mirë. PK përfundon duke qenë kampion i kategorisë së tij. Ai vlerësohet gjithashtu nga të burgosurit e tjerë, pasi zakonisht mbjell duan për ta dhe nuk është aq mizor sa shumica e të burgosurve të bardhë. Pasi merr një kovë tjetër me duan, Gil shkon në qelin e tij, por kapet nga Borman. Edhe pse ai e qafe kovën pikërisht në kohë, rreshteri e detyron të ai ashqitje nga maja e kapucës së tij, vetëm për qef. Pas këtij poshtërimi, Borman betohet se një ditë do t'i zbulojë keqbërjet e Gilit. Disa kohë më vonë, dok merr lajmin se aleatët kanë mbritur në Gjermani për t'i dhënë fund luftës. Ai ngazëllohet nga perspektiva e kthimit në vendin e tij. Megjithatë, kjo e trishton PK-n, pasi do të thotë se rrugët e tyre së shpejti do të ndahen. Më vonë, do ngarkohet me detyrën e përgatitjes së një koncerti për të mirëpritur një komisioner të rëndësishëm. Duke shfrytzuar rastin, PK dhe Gil shkruajnë një këngë në një gjuhë afrikane, detallen me rojet pa dijenin e tyre. Gjatë kësaj ngjarjeje, drejtori i burgut u bën të qartë burgosurve se do të ndërshkohen nëse bëjnë ndonjë gabim. Megjithatë, PK, duke vepruar si përkthyes i mesazhit, i motivon ata të këndojnë me gjithë zemër. Kur fillon koncerti, Gili nxiton të përfundojë detyrat e tij në lavanteri, por rreshteri e kap dhe re për ta detyruar të zbulojë të vërtetën rreth këngës. Gili pranon t'ia tregojë, duke thënë se erojet kanë frikë dhe janë frikacak, një frazë që ai përsërit pavarësisht nga shuplakat e Bormanit. Duke kuptuar mungesën e Gilit, PK arrin ta gjejë atë në shtratin e vdekjes, ku afrikani e përgëzon për bashkimin e fiseve për herë të parë pas një kohe të gjatë dhe i kujton mantrën e tij. Së pari koka, pastaj zemra. Pastaj kalojmë në vitin 1948, ku e shohim PK në rinin e tij, duke studiuar në një shkollë britanike në Johannesburg, qyteti më i madh në Afrikën e Jugut. Rezulton se PK, sapo ka rrëfyer gjithçka që kemi parë para shokëve të klasës dhe drejtorit, i cili e pyet për fatin e Bormanit. Për fat të mirë, drejtësia u vendos një muaj pas vdekjes së Gilit, pasi rreshteri u gjeti varur në qelin e tij. Ndërkohë, PK vazhdon të ushtrojë boks dhe garon në kampionatin studentor, ku është gati të mposhtet. Por një vajzë në tribuna inkurajon atë para raundit tjetër. PK dëgjon një broritje nga tifozët me ngjyrë, të cilët i japin forcë nga jashtë, sepse nuk lejohen të hyjnë brenda për shkak të dallimeve racore. I kthyer në betejë, protagonisti mposht rivalin e tij me një kombinim të fuqishëm, ndërsa miqtë e tij festojnë. Iriu më pas kërkon vajzën e panjohur, megjithëse ajo duhet të largohet me ndihmën e shoqërueses së saj, Mur. PK zbulon se emri i vajzës është Maria dhe se ajo është vajza e Danielit, një zyrtar i shquar i Partisë Afrikane. Pavarësisht kësaj, protagonisti futet në konviktin e Marias natën, duke u ngjitur në një balkon për ta takuar. Meqense koha është e shkurtër, ai premton se do të flasë me të atin të nesërmen për t'i kërkuar dorën. Më vonë, Mur e çon atë në një palestër ku njerëz të gjitha racave stërviten së bashku. Pasi dëshmon aftësitë e PK në ring, trajneri i Hupi e pranon atë si një talent premtues. Iriu shfaqet më vonë në shtëpinë e Danielit për të provuar të fillojë një dialog, por politikani nuk e pranon që një burr liberal britanik po del me të bien. Megjithatë, Maria vendos ta vizitojë PK në palestër, pavarësisht se çfarë thotë ati. Në atë moment, Iriu kapet nga Alias, një agent boksi, i cili kishte qenë në burg dhe ishte ai që i kushtonte këngë gjithë ditën. Alias më pas e prezanton atë me Dumën, një luftëtar që dëshiron ta mposhtë PK-n për t'i treguar popullit të tij se ata janë po aq të fortë sa të bardhët. Në këtë mënyrë, PK dhe shokët e tij përfundojnë në Aleksandri, një lagje shumë e varfër e dominuar nga afrikanët e jugut. Gjatë përleshjes, PK dhe Duma shkëmbejnë goditje në mënyrë të barabartë, derisa afrikano-jugori e rrezon rivalin e tij në dysheme. Në raundin tjetër, protagonisti përpiqet të gjejë pikën e dobët të Dumës. Edhe pse mposhtet përsëri, ai kujton ritualin e magjistarit dhe rifiton forcën për t'u ngritur, duke mposhtur Dumën me kombinimin e tij të famshëm me 8 grushte. Këtë herë askush nuk feston, pasi afrikano-jugorët favorizojnë Dumën. Megjithatë, Duma e përgëzon PK-n dhe etiketon atë si Bruo Bora, një legjende e prapur nga Gil që flet për një qenie mistike që bashkon të gjitha fiset. Në shkollën me konvikt të Marias, ajo i rrëfen PK se dado e saj e dashur ishte nga Aleksandra,
megjithse nuk e kishte imagjinuar kur se jetonte në kushte kaq të varfra. Para se t'i thoshte lam të mirë, Maria e ftoni një vallëzim në shkollën e saj, duke siguruar se do të flasë me të atin në mënyrë që të mos ketë probleme. Megjithatë, PK nuk është në dijeni se Danieli ka spion që e vëzhgojnë. Të nesërmen, Iri u kthehet në Aleksandra për servitur fëmijët e fshatit me dhumën, ku asnjë një radhë të madhe njerëzish, pasi qeveria lejon vetëm një banjo për çdo 200 individ. Për më tepër, vetëm 2% e popullsisë së Afrikës së Jugut lejohet të studiojë. Duma më pas i kërkon PK-s të krijojë një shkollë për të mësuar anglisht popullit të tij, përpara se ata detyrohen të përballen me pushtuesit në mënyra edhe më të dhunshme. I friksuar nga pasojat, PK refuzon kategorikisht, edhe pse Duma i kujton legjendën e Bruo Pora. Pas një ekskursioni në përshkretirën e Afrikës së Jugut, protagonisti kërkon ndihmë drejtorit të shkollës për të pritur fshehurazi afrikano-jugorët. Problemi është se ai duhet ta refuzojë ftesën e Marias për valle, një vendim që nuk i pëlqen asaj. Pikërisht atë natë e shohim Maria në një darkë familjare ku të gjithë ngrendolli për apartheidin përveç saj. Ajo rëfen se shkoi te Aleksandra dhe se afrikano-jugorët nuk meritojnë kaq shumë urrejtje, pasi babai i saj e qellon, vajza ikën nga shtëpia. Ndërkohë, PK dhe Mur mirëpresin Dumën dhe miqtë e tij nga Aleksandra në shkollën britanike. Në mes të orës së mësimit, Maria shfaqet për t'i ofruar ndihmën e saj. Një ditë tjetër, PK thirret nga drejtori, i cili zbulon se ata duhet të ndalojnë së mësuari afrikano-jugorët, me urdhër të kolonel Brington dhe asistentit të tij, Happy. I njëjti Happy që ngacmonte atë në fëmijëri. Të dy janë spion të punësuar nga Danieli për të monitoruar PK dhe Mur. Drejtori më pas i informon ata se sapo kanë marrë bursa për në Oxford. Menjëherë pas saj, një Happy i tërbuar hyn me vrull në palestër për t'u akmarrë ndaj PK-s, duke fajsuar atë për përjashtimin e tij nga shkolla me konvikt. Edhe pse ushtarit dhe shoku i tij kishin ndërshkuar disa boksier, ata betohen ta mbyllin institucionin e racave të përzira. I ngopur nga kërcënimet, PK viziton fshehurazi Marian për ta ftuar të shpërngulet me të në Angli, duke përfituar nga bursa e tij e Oxfordit. Ndërkohë, Alias krijon një mural që përshkruan një burrë të bardhë dhe një afrikano-jugor në palestër për të sfiduar autoritetet. Siç pritej, Happy shpejt mbërim për t'i dëbuar të gjithë dhe për të djegur vendin. Ndërsa arrestohet, Alias i thot PK se nuk duhet të ndalojë kurse luftuari, dhe ai nuk po i referohet vetëm ringut. Duke ndjekur këtë këshill, Iriu rifillon në rolin e tij si mësues në një kish. Gjithçka shkon mrekullisht derisa kolonel Brington dhe njerëzit e tij hyn me forcë, duke shkaktuar një përleshje në të cilën një goditje e drejtuar PK-s përfundon duke goditur Marian, duke e vrarë menjëherë. Me zemër të thyer, protagonisti merr pjesë në funeralin e saj. Vetëm që Danieli të përpiqet ta sulmojë me një lopatë. Ai ndalet kur dëgjon një thirrje që vjen nga një turm nga Aleksandra, të cilët janë mbledhur për t'i bërë omazhe Marias. Megjithatë, PK nuk mund ta vazhdojë revolucionin e tij pas asaj tragjedie. Ai viziton Dumën për ta informuar se do të shkojë në Oxford, por më pas ndryshon mendje kur sheh fëmijët duke folur anglisht pas mësimeve të tij. Përleshja vazhdon. Në Muz, qyteti sulmohet nga një skuadrilje ushtarake që nuk nguron të vrasë për të gjetur PK-n. Ndërsa Iriu përpiqet ta ratiset, Duma qellohet në këmbë nga Happy. Pavarësisht kësaj, afrikano-jugorët vazhdojnë të ndihmojnë të riun britanik duke përballur me ushtarët. Mes kaosit, një Duma e rikuperuar e shpon kolonel Bringtonin me një shtizë. Jo shumë larg, Happy është gati të ekzekutojë Alias, kështu që PK përballet me të dhe arrin ta rrezojë me duar të zhveshura, ose të paktën kështu mendonte ai. Happy rëmbën një revolver një ushtari të rënë dhe ja drejton PK-s. Papritur, Duma e surprizon Happyn me një shkop kriketi, duke vrarë atë me një goditje të vetme. Në fund të sulmit, PK dhe Duma arrin të shpëtojnë nga Aleksandra, duke betuar se do të vazhdojnë të luftojnë qeverinë e apartheidit, derisa ata të shkatërrojnë padrejtësinë racore.